papa dhe papati në historinë e botës nuk ka luajtur vetëm rol fetar, ka pas gjatë 20 shekujve dhe rol politik. Pra politika me fen ka qenë e lidhur gjithmonë. Dhe politika ka pas ndëkim shumë të madh në fqinjen e tyre Shqipërinë që ka qenë fqinji i parë. Më i afërt Shqipëria, vetëm 70 kilometra nga Dishulli i Apenin. Dhe Papa Francesku është papa i 266. Papa i parë ka qenë Shën Pjetri në shekullin e parë. Që është shujtë dhe Peshkopi Romës. Në vitin 40, ndërkohë që krishterimin duhet të themi të leshikuesve që domethënë nga 4 dioqezat e para të botës është dioqeza e Durrësit. Një ndër 4 parat është dioqeza e Durrësit. Po. Po katolikët krishterimi nuk është se u pranua me njëherë nga Roma, pati një 300 vjet persekutim, apo jo? Të parët që e pranuan krishterimin publikisht që në Armenët në shekullin e 3 dhe të parët që të dytët në botë që e pranuan krishterimin ishte Konstantin i Madh, shqiptar nga Nishi, i cili e legalizoi në Iliri edhe në gjithë peranorinë romake. Dhe në këtë kuptim, ne ja dham krishterimin pranimit, pra nuk e kemi marrë nga perandimi, po ja kemi dhuru perandimit krishterimin. Shqiptarët nuk e kanë marrë krishterimin nga Roma, po ja kanë dhënë Romës dhe gjithë perandimit. Kjo është e vërteta. Tani, habite me këtë faktin që një ndër 4 dioqezat e para ka qenë në Durrës. Sipas studiuesve, kjo është e thonë me kohë dhe është e pranuar nga gjithë, por si mas arkeologëve që po punojnë tani mbas çlirimit Kosovës nga Serbia, ata kanë publikuar se edhe kisha e parë katolike në botë është ndërtuar në Dardani, pra në Shqipërinë, në vendin Shqipëfolës, në Kosovë. Kisha e parë katolike. Dhe një nga më të mëdha atje botës prap ka qenë në Ulpiana.